Miqtë të dashur të programit të mëngjesit, po takohemi sërish pra edhe në pjesën e dytë të emisionit, ku tashmë është koha për bisedë në studio dhe tani më flasim në lidhje me divorcet e prindrit dhe si ndikojnë këto divorce në fakt në shëndetin psikologjik të fëmijëve dhe po ashtu edhe në atë emocional. Të gjitha këto i flasim me psikologën Lindi Talika, të cilën e kam tashmë këtu në studio. Linda, mirëmëngjesi, kënaqësi që të kemi këtu në studio. Kam kënaqësi që jam sot bashkë me ju dhe ju falenderoj për ftesën. Faleminderit ty që ke gjetë kohë, po e nisim bisedën në lidhje me atë se çysh ndikojnë këto divorcet e prindërve të fëmijëve dhe po ashtu se sa është rëndësishme që prindërit para se me marrë vendimin me u divorcu, me bisedu mbase edhe me marrë parasysh edhe shëndetin psikologjik të fëmijëve. Po patjetër, kjo është një temë që është për të diskutuar shumë për shkak se kohët e fundit e kemi parë edhe vetë që po ka shumë ndarje dhe divorce dhe kjo gjë ndikon shumë emocionalisht keq në shëndetjen dhe mirëqenien e fëmijëve. A ka rëndësi në lidhje me grup moshat, për shembull çysh duhet me komuniku tash prindrit me fëmijët, jo vetëm të fëmijët, por edhe sa i përket adoleshentëve, çysh duhet mbase me ju tregu këtë lajm që kanë marrë një vendim për të divorcuar? Po mosha ka shumë rëndësi tek pjesa, për shkak se fëmijët e vegjël e presin shumë ndryshe se mosha e adoleshentëve, për shkak se zhvillimi kognitiv emocional tek adoleshentët është më ndryshe, niveli i zhvillimit është më ndryshe sa tek fëmijët e vegjël dhe këto e mirëpresin pak më sepse mendojnë që adoleshentët mendojnë që duhet patjetër të mbajnë një anë prindërore, ndërsa fëmijët e vegjël nuk e kanë ende atë zhvillim për t'i mendu këto gjëra dhe më keq ndikon tek adoleshentët se sa tek fëmijët e vegjël. Edhe cila kishme qenë mbase edhe forma ideale, për që para se më marrë këtë vendim ose para se me vepru, diçka që kishme qenë forma ideale për me ju tregu fëmijëve, mbase edhe sa i përket arsyeve, edhe cilat munden me qenë reagimet e para të fëmijëve në bazë të përvojës tënde? Po, mënyra më e mirë është që të bisedohet qartë me fëmijët, që t'u tregohet që nuk janë ata shkaktar, se shpesh herë fëmijët mendojnë që shkaktar mundet me qenë një prej sjelljeve të tyre ose diçka që nuk ju pëlqen prindërve tek ata dhe mund të jenë shkaktar të ndarjes së tyre. Dhe kjo gjë duhet me marrë shumë parasysh që mënyra se si t'i tregohet fëmijës të jetë shumë e qartë, që nganjëherë është më mirë një ambient i qetë dhe i shëndetshëm për fëmijën se sa një lidhje toksike. Kështu që nganjëherë më mirë është ndarja se sa të rritet fëmija në një ambient me zhurma ose konflikte. Padyshim që kjo padyshim që është do thotë e rëndësishme që nëse nuk ka mbasi një raport të shëndetshëm mes prindërve, më mirë të divorcohen se sa mbase të zhvillojnë edhe jetën në atë ambient si që quajte edhe ti. Po du me ditë pak më shumë, a ekziston edhe rreziku që fëmijët mbase edhe të mbyllen në vete ose të përjetojnë faza të ndryshme? Po zakonisht kjo nuk ekziston rreziku, mirë po është patjetër që ndodh, për shkak se fëmijët në rast të divorcit, fëmijët e vegjël zakonisht mund t'i shprehin këtë gjëra me agresivitet, qarje të shpeshta, ndërsa tek adoleshentët ndryshon kjo sepse ata mbyllen në vetvete dhe krijojnë pasiguri tek të tjerët, mbyllje sociale dhe ndikojnë shumë faktorë që i shprehin fëmijët, po ndodh që edhe disa fëmijë nuk e shprehin me njëherë, janë njëherë të qetë, po më vonë ju shfaqen këto simptoma ose diçka që ndryshon në personalitet të fëmijës. Duke qenë se përmend atë që mbase munden edhe më vonë me ju shfaq, kisha dashur më ndal pak më shumë edhe te kjo, do thotë te kjo temë, a ndikon më pas edhe në rezultatet e tyre në shkollë apo në një kohë më afatgjatë, çysh mundet me ndiku te fëmijët, do thotë, jo vetëm në atë fazë sa është duke ndodhur divorci, por edhe më pasi që të divorcohen ose gjatë rritjes së tyre. Po, është shumë e rëndësishme edhe faza se si është duke shkuar edhe pjesa, se kjo ka shumë rëndësi edhe pjesa deri te divorci, se edhe kjo se çdo prind duhet më mundu edhe nëse është faza e divorcit, kjo pjesë duhet me ditë më menaxhu që mos me ndiku tek fëmija, për shkak se konfliktet nuk duhet të ndodhin para fëmijës, ose edhe kjo ndikon edhe në aspektin e mësimdhënies, për shkak se shumë fëmijë i shohin pasi edhe vetë jam një mësimdhënëse dhe kjo menjëherë vërehet nga pjesa e mësimdhënësit, për shkak se ka ulje të nivelit të mësimit, po ashtu ka edhe mbyllje në vetvete, nuk socializohet me shok apo shoqet dhe kjo ndikon shumë negativisht.
Linda, sa është rëndësishme më pas divorcit do të thotë, sa është rëndësishme që mbase prindërit a duhet apo nuk duhet me realizu takime në mes vete, do të thotë po flasim për nanën edhe babën e atij fëmiu që është duke u rritur edhe në fakt ata të dy ta zëm që janë divorcuar, a është rëndësishme më pas me mbajt takime, me kalu kohë së bashku, me shku me shiku një film, apo çysh qëndron e gjithë kjo situata, duhet me pas komunikim pas divorcit për shkak të fëmijës? Po, patjetër, se çdo prind duhet t'i tregoj fëmijës që pavarësisht marrëdhënieve tyre që kanë mes vete, prap fëmia është fëmijë dhe prap ata i duan. Dhe kjo gjë ju ndihmon që ta kuptojnë fëmijët se edhe pse pas ndarjes, nëse ndodhe shikojnë një film bashkë ose ka komunikim të mirëfillt mes dy prindërve, kjo gjë ndikon pozitivisht në mirëqenien e fëmijës, për shkak se fëmijët nganjëherë edhe kur i shohin edhe prind edhe pas ndarjes që nuk kalojnë mirë, kjo vetëm ndikon negativisht, ndërsa kur i shohin që kanë komunikim të mirëfillt, atëherë kjo gjë ja u lehtëson pak edhe zhvillimin e tyre. E çysh mundën me ndiku për shembull këto konflikte që i përmendëm edhe pak më herët, për shembull konfliktet e vazhdueshme mes prindërve ose konfliktet e vazhdueshme në familje që shumë herë me dashje apo pa dashje mundën me u përfshi fëmijët ose mundën me i dëgju këto? Po, konfliktet ndikojnë tek pjesa e fëmijës, ndikojnë se mund të paraqiten simptomat e ndryshme, sikur ankth, frikë, mbyllje në vetvete, agresivitet, dhe këto gjëra ndikojnë tek fëmijët që i shfaqen pastaj ose me anëtarët e familjes ose me njerëzit e tjerë që i kanë për rreth, kështu që kjo gjë ndikon shumë negativisht dhe është shumë për tu konsideruar si një diçka që duhet me pas parasysh marrëdhëniet që janë edhe pas ndarjes ose në proces divorcit, që asnjëherë mos t'i bëjnë në prani të fëmijës për shkak se e dëmton fëmijën. Duke qenë se i përmendë gjëra që mbase nuk duhet të i bëjnë në prani të fëmijëve, a në bazë të përvojës tënde çdo herë po nisëm nga ajo që ke përvojë me fëmijët, por po ashtu edhe me çiftet edhe me prindërit të ndryshëm, kisha dashur me ditë cilat janë disa prej gabimeve më të shpeshta që munden me i bë prindërit në këto raste? Gabimet më të shpeshta në këtë raste i bëjnë për shkak se zakonisht mundohen në prani të fëmijës të zgjidhin problemet, dhe kjo gjë ndikon shumë keq tek fëmia, për shkak se fëmia është viktim dhe nuk është fëmia që duhet t'i marrë përsipër gjithë problemet që janë mes një çifti, dhe këto probleme duhet të zgjidhen vetë, e kështu që këto gabime i bëjnë gjithmonë prindërit, për shkak se për një diçka shumë të vogël diskutojnë në prani të fëmijës, dhe kjo është si një këshill profesioniste që asnjëherë mos diskutojmë gjëra që kanë mes vete, domethënë prindërit në prani të fëmijës, për shkak se vetëm ndikon në shëndetin dhe mirëqenien e fëmijës. Se shpeshherë fëmijët në këto raste mendojnë që nuk janë mirë, po pa shkaqe mjekësore, për shkak se shëndeti i brendshëm, domethënë gjendja emocionale është e rënduar, mirë po shfaqen simptoma si dhimbje, barku ose diçka, meqense se kjo gjë ndikon negativisht, mirë po pa shkaqe mjekësore për shkak të gjendjes që e kanë pas prindërit dhe ju ndikon negativisht. E kuptueshme. Linda, shumë herë pas divorceve, prindërit qoftë nana apo babai vendosin që ta zhvillojnë edhe jetën aktive më pas, do thotë pas divorceve, çish mundet me ndiku kjo te fëmia që po vjen një person tjetër le të themi, qoftë nga ana e nanës apo e babit, edhe çish ndikon kjo te fëmijët, se mundet me qenë një person krejt i panjohur për ta? Është një diçka që ndodh njëjtë kur është pjesa e divorcit, që kalon me një periudhë shumë të rënduar me fëmia, është po e njëjta gjë në momentin që vendos njëri prind të sjellë një person të ri në jetën e tyre. Kështu që edhe kjo gjë ndikon, mirë po pavarësisht çdo gjë prapë cekit që prindërit mes vete duhet me pas një komunikim të mirë, pavarësisht kush ju vjen në jetën e tyre, me nënën ose babaun biologjik, të kenë marrëdhëniet mirëfillta për arsye që të kenë tek fëmia të lënë një shije sa më të mirë, që mos të ndikohet prej personit që domethënë që ka ardhur i ri tash, se i panjohur patjetër që është diçka që fëmijët nuk e pranojnë lehtë. Megjithatë ka raste kur fëmijët edhe munden me pranu edhe munden mbase edhe me t'i kalu pak më lehtë. Cilat janë disa prej këtyre rasteve? A ka të bëjë krejt mënyra se çysh ja shfaqti atë krejt atë fazë që jeni duke e kalu?
Po, zakonisht, jo gjithmonë krejt fëmijët e kalojnë me gjendje të rëndume psikologjike këtë pjesë. Ka raste që fëmijët e kalojnë edhe shumë më lehtë, po kjo prapë është komunikimi se si e shprehin prindërit këtë gjë që procesojnë tek fëmija. Dhe ka raste që edhe nëse është e nevojshme të konsultohen edhe me psikolog, dhe kjo ju ndihmon shumë që të arrijnë që ta pranojnë në mënyrë shumë të shëndetshme këtë gjë. Linda, në përgjithësi, mbase kisha dashme të pytë çdo herë bazuar në përvojën tënde, e di që do të thotë kohëve të fundit, mbase edhe prindërit lexojnë pak më shumë, kujdesen pak më shumë në rritjen e fëmijëve të tyre. Kisha dashur më ndal pak edhe te ajo çështja se çka po ndikon, a po rrisim sot mbase edhe fëmijë që janë më të lumtur, fëmijë që i përfshin pak më shumë në gjëra të ndryshme, ndryshe prej kohës së kaluar. Po tash fëmijë, me thonë edhe më të lumtur, mirë po edhe do me thonë kërkesa që po ju plotësohen fëmijëve, mendoj që jo gjithmonë nëse nuk e kanë të gjithë gjendjen ekonomike të njëjtë, dhe jo gjithmonë kjo është e kënaqshme për çdo fëmijë. Për shkak që edhe kjo gjë po krijon një stres tek fëmijët e tjerë, për shkak se po shohin duke u bazuar në gjendjen ekonomike se disa e kanë më të mirë, disa më jo të mirë, dhe kështu që mendoj se sa është pozitive është edhe negative nuk është edhe mirë, po në aspektin e shkollimit edhe kushteve tash mendoj që është shumë më mirë se atëherë, për shkak se i kanë kushtet më të mira dhe teknologjia është avancu, kështu që mendoj që kanë shumë mënyra për me arrit me realizu atë që dëshirojnë. E mbase edhe njëna prej mënyrave mundet me qenë që qoftë fëmijët ose edhe prindërit që kalojnë jo vetëm këtë fazë të divorcit, por edhe fazat të tjera, është e rëndësishme të flasim me një psikolog apo me persona kompetente. A na tregon pak më shumë rëndësinë e të folurit me dikë që është njohës, do të thotë, i këtyre çështjeve dhe që mundet me të ndihmu? Po, në gjatë përvojës time në klinik, kemi raste që po me njëherë ndryshon kur isha rastet, mënyra kur prindërit janë që edhe pas ndarjes komunikojnë me zvete dhe fëmijët me njëherë dallohen, ndërsa fëmijët që nuk kanë prindërit komunikim me zvete, atëherë kjo gjë është pak më ndërlikueshme dhe kalon pak më shumë kohë derisa ta marr veten një fëmijë, por vizita tek psikologu është një gjë shumë që i ndihmon fëmijës, sepse arrin të shpreh atë që nuk ka mundur ndoshta në prani të prindërve, ose të diskutoj me prindërit, me profesionistët, fëmija arrin të shpreh ato që i ndjen, dhe kjo është një lehtësim shumë i mirë dhe e kalon shumë më lehtë. Pikrisht, Linda, mu diçka që më la përshtypje shumë gjatë bisedës është fakti që përmendet që mbase më mirë të marrin hapin të divorcohen, sesa të vazhdojnë jetën me konflikte apo papajtueshmëri të vazhdueshme në familjen e tyre, duke qenë se kjo mundet me ndikojë edhe negativisht jo vetëm te fëmijët, por edhe te aspekti psikologjik edhe te prindërit. Kisha dashur, duke qenë se jemi në fund bisedës, kisha dashur një mesazh për të gjithë ata prindër që mbase duan ta marrin edhe hapin të divorcohen, por kanë frikë edhe se si mundet me ndiku kjo te fëmijët. Për fond kisha dashur me shtu që më mirë nga njëherë është një ndarje më e shëndetshme se sa vetë divorci, kështu që më e rëndësishme është shëndeti i fëmijës, shëndeti do me thënë psikologjik i fëmijës, se sa me qëndru bashkë edhe me pas një konflikt që fëmija të rritet në një ambient që është toksik, si që thash edhe më herët, dhe me konflikte, sepse kjo gjë nuk i ndihmon asgjë fëmijës, kështu që nëse është një ndarje e shëndetshme dhe arrin, po vetëm duhet me shtu që procesi si duhet të arrim ta menaxhojmë pjesën e divorcit është shumë e rëndësishme tek shëndeti i fëmijës, sepse duhet të kemi parasysh se duhet ta menaxhojmë mirë për të pasur një shëndet sa më të mirë fëmija emocional. Linda, ne të falenderojmë shumë për kohën dhe për mesazhet, po ashtu faleminderit edhe për kontributin që jep përmes mediave me mesazhet e tua dhe me gjërat për të cilat ke njohuri dhe çdo herë bën thirrje në lidhje me ato që do thotë është e rëndësishme të kujdesemi edhe për shëndetin mendor. Faleminderit shumë, ishte Faleminderit edhe për juve. Për ftesën kisha kënaqësi që isha bashkë me juve.